Në fakt, qëndron ajo sa po e thatë se vërtet bota është ekspozuar pra një situatë shumë të rëndësigurisë dhe krejt kjo për shkak të dyshimeve se mund apo jo të ketë tani në posedim Irani zyrtar armë bërthamore dhe njëkohësisht konfliktit apo luftës që është duke u zhvilluar mes dy shteteve mjaft të fuqishme me Izraeli, i cili ka një arsenal shumë të ri dhe shumë të fuqishëm ushtarak dhe njëkohësisht Irani, i cili ka gjithashtu një përgatitje të fuqishme për të ballafaquar edhe me këto angazhime siç janë tani të Izraelit. Ashtu duhet të theksuar faktin që problemet e sigurisë në atë zonë janë edhe në vendet të fqinje mes shtetësh. Kemi probleme shumë serioze në Gaza, e cila është akoma në luftë, probleme me Jordanin, Jemenin, janë grupet e Huthive që kryejnë aktivitete të vazhdueshme jo sigurie në atë pjesë. Thjesht situata e sigurisë në lindjen e mesme është e paqëndrueshme dhe ekziston rreziku që përshkallëzohet apo mund të themi të zgjerohet vatra e zjarrit, duke përfshirë vende të tjera të lindjes mesme dhe duke rrezikuar gjithashtu paqen dhe sigurinë në të gjithë globin, sepse ka dyshime dhe është duke diskutuar mundësia që Irani të përdorë edhe mjete armë të cilat do të shkaktojnë rrezikim të sigurisë në mas.